أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم وقلدهم بإحسان وإتقان إلى يوم الدين أما بعد. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni që në fillim të këtij prezantimi t'ju përshëndes me përshëndetjen e fesë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në fillim i nënvizoj falenderimet të cilët ja kemi borxh Allahu xhalla shanuhu, duke thënë që i gjithë falenderimi i takon Zotit të gjithësisë. Përshëndetjet fetare qofshin për pejgamberin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij të nderuar, për shokët besnik dhe për gjithë ummetin e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër besimtar dhe motra besimtare, në këtë prezantim të shkurtur do të mundohem të paraqes dhe të përcjelli te ju një transmetim të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilën i dashuri jon thot: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim", që do të thot kërkimi i diturisë është një obligim i patjetërsueshëm për çdo besimtar. Kur teksti thot është obligim i patjetërsueshëm për çdo besimtar, nocioni për çdo besimtar ngërthen dy gjënit, pra për besimtarin dhe ngërthen edhe për besimtarën. Do të thot kërkimi i dijes dhe leximi i diturisë është një obligim i kërkuar rigorozisht në Islam, i cili obligim duhet të gjen kohë, duhet të gjen vend dhe duhet të gjen preokupim në mendjen dhe në zemrën e besimtarit musliman. Allahu xhalla shanuhu fillimisht agjërimin e kësaj dite dhe lutjet e kësaj dite për juve dhe gjithë ummetit inshallah i pranon dhe i bekon. Ndërsa çështja për të cilën do të flas është një çështje shumë me rëndësi të madhe në jetën e besimtarit dhe besimtarëve. Sepse ne jemi në muajin e shenjtë, në muajin Ramazan, dhe muaji i bekuar Ramazan identifikohet me obligimin e ditëve të ndershme të tij, por përveç obligimit të agjërimit të ditëve të Ramazanit, muaji Ramazan ka edhe një emër tjetër ose ka edhe një emërtim tjetër fetaro teologjik që përkon me zbritjen e librit fisnik. Pra zbritja e librit fisnik ka qelluar dhe ka ndodhur në muajin Ramazan, ndërsa hadithi i lartë cituar korespondon me zbritjen e Kuranit në muajin Ramazan dhe urdhri profetik korespondon edhe me leximet të cilët i bëjmë ne në muajin Ramazan. Kam fjalën për leximet fetare të librit të shenjtë, pra të Kuranit famëlar, ose lexim individual, ose lexim kolektiv, ose lexim grupor në xhami, ose kur besimtari vet lexon Kuranin, ose kur kërkon që nga dikush tjetër ta dëgjoj. Pra dikush tjetër e lexon Kuranin fisnik dhe besimtari dëgjon me vëmendje dhe mediton kuptimet kuranore. Urdhri i pejgamberit alayhi salatu wassalam për kërkimin e diturisë, për nxënien e saj, është një urdhër i cili në Kur'an përshtatet me 5 urdhëresat e para, të cilat kanë zbritur ose të cilat i kanë zbritur pejgamberit alayhi salatu wassalam në zemrën e tij. 5 ajetet e para janë 5 ajetet e librit, 5 ajetet e lapsit, 5 ajetet e diturisë, 5 ajetet e nxënjes dhe studimit. Zoti në Kur'an thot: "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam." Kur Xhibrili i erdhi pejgamberit alayhis salam në shpellën Hira, i tha: "O Muhammed, lexo. Lexo në emrin e Allahut, tënd fisnik dhe bujar, i cili krijoi njeriu nga një gjak i ngjizur, i cili qëndron ose i cili zhvillohet në embrionin e nënës bashkëshortes. Lexo në emrin e Zotit tënd bujar, i cili të mësoj për çështjet e cilat nuk i ditë deri më tani. Lexo në emrin e Allahu xhalla shanu, i cili të mësoj me stylollaps. Të mësoj si ta përdorësh veglën e parë të diturisë." Në këtë kontekst ekziston edhe një ajet tjetër si motor në Kur'an, në të cilin i lartë madhrishmi thot: "Nun wal qalami wama yasturun." Thot pasha bojën e cila përdoret për shkrim, pra ngjyra e cila përdoret për shkrim, dhe pasha rreshtat të cilat i shkruan lapsi. O Muhammed, ti ke moral shumë të lartë. Pra kërkimi i dijes në Islam dhe ajeti i ngjyrës së lapsit, ajeti i ngjyrës së shkrimit,
Këto përshtaten me moralin e lartë fisnik të besimtarit musliman. Dhe urdhëresa e parë profetike, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, lexoni sepse leximi dhe dituria është një kërkesë, është një obligim i patjetërsueshëm për çdo besimtar dhe besimtare, duhet të shoqërohet me niyetin e sinqert vetëm për Allahun xhaleshanuhu dhe duhet të përshtatet me përfundimet e shkencës dhe leximit, që zakonisht i dituri nuk duhet jetë edhe i paedukum. Sepse në Islam i dituri duhet të jetë i edukuar dhe i edukuari duhet të jetë i ditur, se nuk përfytyrohet kuranikisht e as hadithologjikisht që të kemi njëri të ditur po i paedukat. Ramazani në këto ditë të rëndësishme të tij, në këto net të dalluara të tij, e ka leximin e Kuranit dhe leximin e veprave profetike, e ka si vlerë themelore, si vlerë të dytë menjëherë pas obligimit të agjerimit të ditëve të ndershme të Ramazanit. Dhe besimtari musliman, përderisa në muajin e shenjtë të Ramazanit e ka librin pra të zbritur në këtë ditë, e ka librin të lexuar në këtë ditë, e ka librin të cilën e lexon vazhdimisht me përkthim në gjuhën shqipe dhe i analizon ajetet, i analizon urdhëresat, ndalesat, i gjitha modelet e reformatorëve të mëhershëm të shoqërisë dhe shteteve që Zoti i ka vendosur në Kur'an me emrin e profetërve dhe përvojat e tyre në për vende të ndryshme, në për shtete të ndryshme, në për shekuj të ndryshëm të historisë së njerëzimit. Besimtari musliman kur vjen në Ramazan duhet të lexojë edhe duhet ta lexojë Kur'anin si një katalog, si një udhërrëfyes i cili të çon drejt më të mirës. Asnjëherë një njeri nuk mund të shkojë drejt më të mirës, një vlerë e cila është e qëndrueshme, e ndershme, e pastër, fisnike, nëse mes besimtarit, mes niyetit për lexim dhe përfundimit të edukimit, përmes rrugës së dijes, këtu kemi probleme. Pra kur thot Allahu në Kur'an, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin e Allahut i cili të krijoi. Çka duhet lexoj besimtari? Në fillim, besimtari duhet të merr obligimin e leximit, mandej duhet të lexojë çdo gjë që i duhet dhe i nevojitet për ngritjen e një jetës stabile, për një mirëqenie ose individuale, ose kolektive, shoqërore, sociale, politike, fetare. Për gjitha këto lloje të diturive besimtari musliman duhet të lexojë. Ndërlidhja në leximin e këtyre aspekteve shkencore dhe kulturore, sociale, duhet të jetë mes niyetit të sinqert se unë kur lexoj i përgjigjem Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu dhe me leximin, me diturinë, me studimet kam për synim të ndërtoj veten, të ndërtoj edhe tjetrin, po mos ta humbi edukatën time edhe mos jem unë shkaku që përmes shkencës dhe leximit ta prishi moralin edhe tjetrit. Prandaj në Islam gjithmonë shkenca dhe feja ecin si di binar paralel, si di linja paralel. Kështu që të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, neve Ramazani i shenjtë na mëson edhe leximin edhe edukatën, edhe filtrimin e nefsit, filtrimin shpirtënor që e kemi si pozita të ndershme dhe të ndryshme në relacionin e individit me Allahun azza wa xal. Mirë, po përveç kësaj neve Ramazani na mëson edhe vlerën dhe rëndësinë se sa ka vlerë dhe sa ka rëndësi dituria në Islam dhe se sa është i ndershëm një i ditur edhe sa është e ndershme një shoqëri e cila promovon diturinë, promovon librin, promovon shkrimin, promovon përkthimin, promovon recenzimin, promovon shitjen dhe qarkullimin e librave, promovon librarit, promovon njerëzit e dijes, njerëzit e penës, njerëzit e fjalës së urtë, njerëzit e konstatimeve shkencore dhe fetare. Prandaj Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë dhënë dy udhëzime, të cilët të disa shkencëtar konsiderohen si epoka e re. Pra epoka e re filloi me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe epoka e re si shtyllë të saj ka leximin dhe besimin. Pra besimtari musliman duhet të lexojë. Pse? Sepse Zoti tha ne duhet të lexojmë. Çka duhet të lexojmë? Çdo gjë që i nevojitet jetës sonë, si familje, si shoqëri, si shtete, si kolegium, si rrafshe të ndryshme, ose akademike, ose shoqërore, ose familjare, ose ekonomike, ose industriale, çdo gjë që i duhet jetës sonë ne duhet ta lexojmë. Për çdo model, për çdo njeri të ditur që ka nevojë jeta jonë, ne duhet ta kemi shembullin edhe kuadrin e duhur. Prandaj në këto minuta të shkurtëra, po porcellit të ju vlerën e madhe të dijes, e cila vjen si rezultat i teksteve. Kjo vlerë vjen
si rezultat i teksteve të shumta që përdoren nëpër librat e hadithit edhe nëpër ajete kuranore ku Zoti e nxit, e provokon intelektin e njeriu që të lexojë sa më shumë dhe të i zbulojë gjithë ato vlera, gjithë ato kuptime, gjithë ato mesazhe dhe vizione që Kurani dhe hadithi i vërtet i kanë dhënë për njeriu, për dobitë e njeriu edhe për të ardhmen e sigurt të tij që ai mos devijojë, mos largohet nga rruga, me qëllim që Allahu xhaleshanuhu ve xhalla xhelaluhu vendin ton, popullin ton dhe neve të na ruaj nga devijimet, nga mosbesimi dhe varfëria. Kështu që Zoti inshallah agjerimin e kësaj dite për juve neve e ban kabul dhe na mundson që ne të lexojmë sa më shumë libra që kanë lidhje edhe me fenë islame dhe me shkencën në përgjithësi dhe të na mundsoj Zoti që ta lexojmë diturinë me një jetë të sinqertë në ndërlidhje me besimin në Zot dhe të i ofrojmë jetës rezultatet konkrete shkencore, rezultate konkrete të studimeve tona, sepse jeta jon kërkon kësi rezultate dhe jeta jon kërkon libra në familje. Pra duhet të lexojmë sa më shumë sepse besimtari musliman shembullin në Kur'an e ka si njeri të ditur. Zoti inshallah na bën të mundur që të lexojmë sa më shumë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.